Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sot me mua Tirona Lili, ndryshe në fakt nga emisionet e tjera, ndryshe nga edicionet e tjera. Sot kemi bërë një lëvizje për herë të parë, emisioni ja më dëgjon, bën lëvizje nga ambientet e studios në një ambient shumë të bukur, në një ambient të bekuar, në një ambient që ne vim 5 herë brenda ditës dhe natës, marrim mësimet, bëjmë lutjet tona dhe kërkojmë çdo ditë ndihmën tek i Madhi Zot për të na dhënë madhështitë e bukura të universit në shpirtin ton. Sot kam ardhur në xhaminë e vogël të Serovës, një xhami që realisht e vogël por me shpirt shumë të madh brenda. Në këtë 10 ditësh, në këtë 10 ditësh të fundit të muajit të Ramazanit, kur ne mundohemi ta kërkojmë në këto 10 ditësh me lutje, me agjërim, me falje, ditën apo natën e madhe të Kadrit. Për të folur për këtë natë, sonte kam përzgjedhur një hoxh shumë të dashur për ju dhe të nderuar nga qyteti i Shkupit, hoxhën Hasan Rexhepi. Faleminderit shumë që na prite në xhamin tuaj, sinqerisht ndjehem i privilegjuar që t'ju kemi ju në intervistë në këtë 10 ditësh kaq të bukur. Zoti ju bekoft, ju faleminderit për ftesën, jeni të mirëseardhur çdo herë në shtëpitë e Zotit. Elus Allahun që këto net fundit dhe këto ditë fundit që i kalojmë, elusim Allahun që të jenë ditët më të mira që i kalojmë të jetës tonë. Faleminderit shumë, unë uroj që këtë emocion që realisht e kemi ta përcjellim bukur te publiku, sepse jemi në këtë 10 ditësh apo në këto 10 netësh të fundit që realisht nëse jemi lutur deri më tani, tash lutjet tona bëhen edhe më të privilegjuara, edhe më shpirtërore, sepse janë këto netët e bekuara që ne si musliman, feja islame e ka fatin që ta ketë natën e Kadrit. Unë fillimisht një herë dua të pyes se çfarë vlere ka nata e Kadrit, çfarë është kjo natë dhe pse është kaq e shenjtë për ne. Unë duke dashur të filloj fillimisht, falënderimet i takojnë çdo herë Zotit të Madhreshëm për arsye që t'jep mundësi të shumta njëjtës. Ndërsa pastaj ja dërgojmë selamet, përshëndetjet më të përzemërta atij i cili kur gjithë njerëzimi ishte në errësirë, ai erdhi me dritën dhe shpalljen hynore edhe na tregoi se kjo është rruga që duhet me trasu. Kur flasim për natën e Kadrit, realisht duhet kthehemi në bazë që ta kuptojmë se pse nata e Kadrit, si nata e Kadrit, çfarë nata e Kadrit, edhe pse pikërisht kjo natë. Duke u ndalur dhe duke menduar, edhe realisht duke i lexuar fragmentet kuranore, ajetet kuranore, bashkërisht me, hadithet, fjalët e pejgamberit alayhis salam, e shohim se në këtë natë ka ndodhur diçka që asnjëherë më parë s'ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur në këtë natë realisht? Allahu Azza wa Jall, Muhammedit alayhis salam, pikërisht në këtë natë ja zbret atë cilën as malet, as kodrat, as qiet s'kishin mujt me bajt. Nata e Kadrit, specifikohet se në atë natë ka zbrit Kurani. Fjalët e para që kanë filluar, shpallja e parë, komunikimi drejt për drejt mes tokës edhe qiellit ka filluar natë. Po si mund mos dallohet një natë e tillë kur natë i zbritet diçka njeriu që më shumti është veçuar nga gjithë pejgamberët e tjerë. Ndalemi tash edhe mendojmë. Ka qenë pejgamberi alayhis salam i vetmuar. Edhe realisht e ka kërkuar vetmin në disa raste për të medituar se a është rastësi gjithë ky univers, a është rastësi që qielli qëndron pa pa shtylla, që qëndron pa asnjë mbajtje në këtë horizont që ne e shohim. A është e thjeshtë dhe normale që ne ta thithim ajrin, pa pagesë? A është normale që ne të shikojmë gjithë këto bukuri që i ka kriju Zoti dhe ne mos t'i falenderojmë dikujt? Në këtë rast, duke medituar pejgamberi alayhis salam, ne dim që ai nuk dinte as shkrim as lexim. Pikërisht po flasim këtë natë. I vjen me laçja që paramendon gjithçka lidhet këtu me Kur'anin, me Ramazanin dhe me natën e Kadrit. Është një zinxhir që po e kuptove drejt, e kupton se si ka ardhur, krejt feja e Zotit me një bosh që është shumë i madh, që çdo hall e lidh njëra tjetrën. Për shembull, ndalemi ta meditojmë. Pse muaji i Ramazanit është veçuar prej 12 muajve që janë? Muaji i Ramazanit pse është veçuar? E pra se këtë do të pyes një herë.
Ma shpjegon do të pse është i veçuar si muaj? Shkaku që në këtë muaj ka zbritur fjala Allahut Kur'ani. Pse nata e Kadrit është nata më e veçuar? Dalu dhe mendo. Pse Zoti nuk ka bërë për shembull në 10-in e parë të veçohet një natë ose në 10-in e dytë, po pse pikërisht në 10-in e tretë? Allahu e ka bërë që pikërisht natën e Kadrit e ka dalluar nga gjitha netët, jo vetëm nga netët e Ramazanit, por nga gjitha netët e vitit e ka dalluar. Shkaku në këtë natë ka zbritur kush? Ka zbritur fjala e Allahut. Pse melaçja Xhibrail Emini alayhis salam, do të thonë është melaçja më e veçuar, melaçja më e madhe që Zoti ka përgjigj, sepse ajo e ka marrë misionin më të rëndë që prej Allahut Azza wa Jall ta merr mesazhin dhe t'ia zbret njeriu, krijesës njeri, Muhammed Mustafa alayhis salam kanë Kur'anin. Do të thonë është marrë me Kur'anin muajin e Ramazanit. Edhe pse Muhamedi alayhis salam është veçuar prej këtë pejgamberëve, sepse i ka zbritur Kur'ani. E kupton se a mund të kishte qenë ndonjë natë më e madhe se kjo nëse kishte ardhur diçka tjetër? E dim që ka ndodhur nata e Isras dhe Mirajit, është natë që mund ta mendoj se në këtë natë ka ndodhur, për shembull është lindja e profetit që disa e festojnë, për shembull ka edhe disa data tjera që ne mund t'i shikojmë më ndryshe. Po pse pikërisht Allahu Azza wa Jalla ka bërë që nata e Kadrit të ketë vlerë kaq të madhe? Shkaku që në atë moment zbriti fjala që fjalë më të madhe se Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, që gjendet fjalën e Allahut, nuk mundesh me gjetë libra të tjerë. Çdo fjalë që ka ardhur në Kur'an nuk mund barazohet me asnjë libër tjetër. Lexo me emrin e Zotit tënd, çfarë? Ai i cili ti të krijoi. Ai krijoi ty, ai të krijoi gjithçka. Dhe ti çfarë lexo? A të lexoj vetëm Kur'an? Po detyrimisht të lexojmë Kur'an. Po detyrohesh të lexosh edhe diçka tjetër jashtë Kur'anit. Studio, mëso, bëhu profesionist, bëhu mjek i shquar, bëhu inxhinier i mirë, bëhu profesionist që kërkohet në min tënde, njëtën tënde, familjen tënde, rrethin tënd. Kështu Islami të mëson se ne të kemi veçuar në këtë natë, por realisht nëse ti mëson me ato fjalë që kanë ardhur, edhe ti do të veçohesh në popull. Po kush mund të veçohet më tepër se ai që di? Mund të veçohet një i pasur që ka parë i dashur dhe i nderuar Tiran, mund nderohet dikush që ka parë një periudhë sa është gjallë për disa interese të caktuara. Du ty shkaku që ti ke para që të ndihmosh jetën time. Mbasi vdes ti, a vlerësosh? Realisht nuk vlerësosh. Harrohesh shumë shpejt. Pse mbahen me njerëzit e dijes dietar? Për shembull, ndalim e ti mendojmë i bën Teimia, i bën Qayyimi, dietar që kanë kaluar para neve me qindra e me mia, i bën Haxher al-Asqalani. Pse përmendim ne çdo herë ligjërate e fjalimet tona? Pse? Shumica prej tyre kanë qenë njerëz të varfër. Ata nuk përmenden për pasuri, ata përmenden për dituri. A dëshiron të përmendesh? A dëshiron të veçohesh? A dëshiron të qenë njeriu më i mirë mesin e njerëzve? Hajde, fillo, mëso, lexo ajo që u zbrit natën e Kadrit. Mëso sepse vetëm ajo mundet me të ngrit ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Mesazh shumë i bukur ky realisht. Kemi shumë shpjegime të ndryshme. Kemi mendime të ndryshme, por unë e di që publikut i intereson jashtëzakonisht shumë se cilat janë shenjat që shfaqen pikërisht në natën e Kadrit që ne ta kuptojmë që pikërisht sonte është nata e Kadrit, pasi realisht nuk ka një datë të caktuar. Ne kërkojmë atë në 10 ditëshin e fundit. Dhe shenjat e natës së Kadrit janë disa shenja. Për shembull, shenja e parë që duhet ta kuptosh nëse dëshiron me ditë se është nata e Kadrit, transmetohet se ka qenë as natë e ftohtë, as natë e nxehtë, natë mesatare. Ndër shenjat e para. Shenja e dytë, ndodh që me një vend, aty ku je ti, mund të bie një shi shumë pak prej shenjave të natës së Kadrit. E treta, për ta kuptuar se tash këto dy shenjat e para e ndërlidhin një shenjë tretë. Nëse dëshiron tash me ditë se a ka kaluar nata e Kadrit, pritë lindjen e diellit. Nëse dielli del, edhe ti e shikon me sy të lirë dhe nuk i asnjë pengesë, dielli është i zbehtë, nuk i ka rrezet e forta ashtu siç i ka çdo ditë në lindje, ti je i bindur se ajo natë ka qenë natë e Kadrit. E ndër shenjat se është nata e Kadrit, duhet ta shikoj se është ndër netët tek 21, 23, 25, 27, 29. Ka dietar, cilët janë, po. Më fal, pse ndikon pikërisht nata tek? Allahu është çfarë shpjegim ka në këtë? Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu është tek dhe ai e don tekun. Edhe kur hajmë në ushqim, hajmë 1 ose 3 ose 5, pse se Allahu është tek dhe ai e don tekun. Domethënë kjo është një nga kuptimet që mund ta marrim. E kuptojmë tash te kjo pjesa tjetër. Ka dietar që janë përbetuar në Allahun dhe kanë thënë, pasha Allahun, jam i bindur se nata e Kadrit është natën 27. Disa tjerë kanë thënë, jam i bindur se nata e Kadrit është natën 27-29. Disa tjerë kanë thënë, jam i bindur që Kur'ani ka zbritur natën e 25 se ka qenë nata e Kadrit. Çfarë do të bëjmë?
ata manifestojnë vetëm natën 27. Jo. I mençur është ai njeri i cili në 10 e fundit, do të thonë një 10 e fundit e shtrëngon kaishin. Jo ta shtrëngon kaishin kështu në formë tjetër që të flasim dhunës, e shtrëngon belin tënd për një arsye, që të fokusohesh maksimalisht. Po ta marrim Tiranë një shembull. Për ta kuptuar më drejt situatën për cilën flasim. Mendoje tash jeti një fugara. Edhe ke nevojë, çdo fugara ka nevojë për të mira materiale. Edhe realisht çdo njëri prej neve kërkon të mira materiale. Edhe vjen dikush dhe thotë nëse koncentrohesh në këtë punë 10 ditë, unë ty do të bëj nga fugara milioner. A kishe bë gjumë? Zakonisht njerëzit e cilët gënjehen nuk bëjnë gjumë. Sepse duan të bëhen milioner. Në përditshmërinë e sotme flas. Padyshim. Unë mendoj që nëse e kupton drejt mesazhin se në 10 e fundit gjendet një natë, ata them kështu troç, ne mendojmë se nata e Kadrit është sa 1000 muaj. Gabim. Nuk është gabim. Pse gabim? Nata e Kadrit nuk është sa 1000 muaj. Nuk është e barabartë me 1000 muaj. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. E dia që dalësh tu pranoj të pyeta. Simbolika, do të thonë, Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Kur e kuptojmë se Allahu Azza wa Jall numri 1000, këtu e ka marrë formë simbolike, ne kuptojmë se nata e Kadrit mund të jetë edhe sa 1 miliard muaj. Kush e di? E di ai i cili ka kriju. Do të thonë është shumë i vogël numri 1000. Po flasim ne për numra kur Allahu Azza wa Jall e ka dhënë si simbolik. Po do të ishte diçka që nëse kishte qenë e saktë kishte thënë nata e Kadrit është sa 1000 muaj, nuk kishte thënë më e mirë sa 1000 muaj. Kur them se unë jam më i mirë se ti, tash nuk kam do të thonë masë e masë se unë jam më i mirë se ti. Thonë, nëse nata e Kadrit është një më e mirë se 1000 muaj, duhet të jesh shumë njeri i shkujdesur, duhet të jesh shumë njeri neglizhent që mos të fokusohesh në 10 natën. A e mendon se çfarë ndodh nëse të takon nata e Kadrit? A mund ta dije besimtari çfarë mundet me ndodh për besimtarin nëse takon nata e Kadrit? Ma shpjegon dot? Ndoshta edhe kjo është një shpjegim që nuk është se kemi dëgjuar shumë. Çfarë ndodh një besimtar nëse vërtet e takon natën e Kadrit? Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, pe fillojmë një hadith, pastaj me një shpjegim tjetër. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam: "Man qama Lejletul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ku zgjot natën e Kadrit me falje, me pendim, me vepra të mira, si dush formuloj, thot Allahu Azza wa Jall do t'i fal gjitha mëkatet e tij që i ka bën këtë botë. Mendojmë ndryshe. Sikur të vjen dikush dhe të thot ty, ke marrë borxh dikun edhe ke hy atë shumë borxh sa edhe ti si borxhli nuk e di se e ke borxhin tënd. Dhe në moment vjen dikush dhe të thot, un kam ta shlyj krejt borxhin tënd vetëm nëse më kërkon falje. A e kishe kërkuar falje? Nëse dikush thot brenda 10 natëve më thuaj më fal, unë në njënën nga natët do të përzihi ty që këtë borxh që e ke karshimeje, që më ke marrë mira materiale, unë do ta fali. A ishe ndalë e kërkuar falje? Po pasha madhërinë e Zotit, ndoshta çdo minutë të kohës ne kishim thënë më fal. Pse Allahu Azza wa Jall kur i ke bë, do të thonë padrejtësi vetes tande, pse Allahu Azza wa Jall vazhdimisht nuk i thot më fal? Allahu Azza wa Jall prej te natën e Kadrit çfarë kërkon? Kisha dashur të përmendin disa vepra. Natën e Kadrit çfarë duhet bëj? E takoj çdo 10 natë Kadrit çfarë bëj? Ja pra se këtë doja të pyesë, më thënë cilat janë ato lutjet profetike që ne duhet i bëjmë në natën e Kadrit? Unë mendoj lutja e parë që duhet ta bën besimtari është që transmeton Aisha radiallahu anha, bashortja e profetit alayhis salatu wasalam, ku thot o Zot, o Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Do të thonë, kjo është ajo lutja që pejgamberi alayhis salatu wasalam e mësonte vazhdimisht bashortën e tij që ta bën, sepse Allahu është falës, ama nuk është, do të thonë, çësia që është vetëm falës. Ti mund t'ia falësh dikujt, po ja fal prej zorit, prej diçka tjetër, do të thonë, ose prej ndonjë presioni, po Allahu është falës edhe e don faljen. Shumë është rëndësishme me kuptuar ne që Allahu Azza wa Jall e don faljen. Andaj i kërkon ti Zotit, o Zot më fal mua. Kur e kupton këtë çështje se Allahu është falës edhe don faljen, edhe automatikisht ta fal, kjo është e para që ti e bën vazhdimisht. Lutjet që pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka bërë. Kjo është e para. E dyta është që të marrësh të lexosh nga libri i Allahut Azza wa Jall. Ti i cili din të lexosh Kur'an, ti i cili Allahu Azza wa Jall ta ka mësuar që ta mësosh fjalën e Allahut, lexo vazhdimisht Kur'an. Po ti i cili nuk di të lexosh, çfarë bësh? Çndrosh në shtëpi? Jo, gabim. Ti i cili nuk di të lexosh, merre Kur'anin në atë gjuhë cilin e di, dhe lexoj në atë gjuhë, edhe lëshoje në telefonin tënd, në televizorin tënd që ta ndëgjosh në gjuhën origjinale që është zbrit pejgamberit alayhis salatu wasalam. E treta çfarë bëj?
bëje që në 10 natët e fundit, nëse dëshiron që ta takosh 100% natën e 4, çfarë bësh? Jep nga pasuria jote, ndaj diçka nga xhepi jot dhe shpërndaja o njerëzve që të takosh, se nëse e takon natën e 4 dhe ti ke dhënë pasuri të Allahu i shënuar, nëse e kuptojnë si 1 muaj, ke dhënë mbi 83 vite pasuriti sadaka çdo ditë. Nëse e takoj më shumë se 1 muaj, ndoshta ti nuk mund ta shënosh me lapsin tënd zero mbas sa se vapa Allahu azza wa jall ti ka shkuar. E katërta çfarë bëjmë? Duhet ndalim dhe ta kuptojmë se na, do të thonë, pe pikat e katërta që duhet ta bëjmë është që a ke gëzuar ndonjëherë brenda Ramazanit dikënd. Shumë është e rëndësishme ti që ta gëzosh atë cilin apo atë e cila ty është bosh shkaktar për të ardhmit. A i gëzojmë në nanat tona, ne të cilët i kemi gjallë, ata të cilët nuk i kanë gjallë të bëjnë lutje për ata, a i kemi gëzuar në nanën dhe babën ton brenda Ramazanit ndonjëherë. Nëse e gëzon ti cili e ke nanën tonë dhe gjallë, nëse e ki nëndën tënde gjallë brenda 10 natëve të fundit, pasha madhrina ati cili ka krijuar njeriun, ka krijuar qiellin, ka krijuar gjitha krijesat, ai cili e gëzon nanën e tij, gruan e tij, motrën e tij, babën e tij, vllaun e tij dhe takon natën e 4, Allahu azza wa jall do të jep atë shumë bekime në jetën e tij tash dhe bekime të shumta në xhenetin e tij, që ti nuk mund ta mendosh se çfarë është xheneti dhe a mund të jetë njeriu neglizhent gjatë 10 natëve ta bën, sepse nana, baba, prindi, vllau nuk duhet të respektohet vetëm ti kur ke nevojë, vetëm muajin e Ramazanit, ne duhet ta respektojmë çdo ditë. Po nëse takon brenda 10 natëve të fundit edhe natën e 4, pasha madhrina atij i cili ka krijuar çdo gjë, ti do të jesh një liu më i lumtur. Nëse nuk ke bekime dhe bereqet në jetën tënde, Allahu do ta kthen bereqetin. Nëse të mungon lumturia në jetën tënde, Allahu lumturinë do ta kthen. Nëse të mungon mirësia, pasha atij i cili e ka në dorë mirësinë, do ta kthen mirësinë në jetën tënde. Nata e 4 i ndryshon shumë disa gjëra që ti mund ta shohësh drejt, po ajo ta bën ty drejtimin tënd drejt xhenetit Allahut azza wa jall. Për këtë arsye duhet të jesh shumë i koncentruar brenda 10 natëve të fundit që asesi mos ta humbësh natën e 4. Çfarë ndodh për ato vëllezër që nata e 4 i gjen të hidhëruar me njëri tjetrin? Fatkeqësisht është problematik në përditshmëri në shoqërinë tonë shqiptare, pasuria, problemet e përditshme ndodhin që vëllezërit i shkatrojnë dhe vëllezërit nuk flasin me vite me njëri tjetrin, apo i thon shkurt edhe problemet e martesave në ditën e sotme. Pyetje jo e lehtë. A di pse pyetje jo e lehtë? Se mund të them diçka që unë kisha pasur dëshirë që të preken njerëzit. Jo vetëm ta kuptoja, ndëgjova dhe kalova. Ata të cilët janë të hidhruar me babën, nanën, vllaun, motrën, bashortën, nuk e kuptoj si e presin mëshirën e Zotit kur ti nuk je i mëshirshëm kaq njerëzve më dashur tu. Si pret që ti zbret mëshira, rahmeti dhe bekimet e Zotit te ti, kur ti as pak nuk je i mëshirshëm përballë atyre njerëzve të cilët ti e kalon jetën vazhdimisht. Është një turp i madh që brenda Ramazanit ti je i hidhruar me ndëkënd. Është turp i madh dhe është, mos ta them ndryshe, është turp i madh dhe as pak e pëlqyeshme që ti të bësh iftar dhe të lutesh që Zoti të jep bekime, ndërsa në sofrën tënde bashkarisht ti je i hidhruar me nanën tënde dhe nuk i flet nanës tënde. Po, kjo është një kontradikte e madhe që mund të flasim ne. Ne po flasim për mëshirën e Zotit që do ta kapelon këto ne të bekuara gjithë njerëzimin. E ti për një gabim të vogël të motrës tënde, për një gabim të vogël të vllaut tënd, të familjarit tënd, të gruas tënde, nuk i flet gruas tënde, ndërsa në anën tjetër ti i ke bërë me qindra dhe me mijëra dhe miliona gjunahe mëkate dhe po pret rahmetin e Zotit. Po duhet të jemi drejt. Ai i cili fal në tokë, do ta fal ai i cili është në qiell. Hadith profetik, hadith i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nëse ti je i ashpër me njerëzit, mos prit që Zoti të jetë i butë me ty. Nëse ti nuk je i butë dhe i mirësjellshëm me njerëzit, si pret që të jetë i butë me ty ai i cili të ka krijuar ty. Do të thonë, nëse dëshiron ti rahmetin e Zotit, që të zbitë rahmeti i Zotit në këto 10 natë fundit, unë e di që ndoshta të dhem ego, unë e di që ndoshta krenaria jote nuk të le që ti flasësh dikujt që je i hidhruar, po ai duke dëshiruar mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Nëse e dëshiron rahmetin dhe mëshirën e Zotit me detyrim, ama me detyrim borxhe e ke që të shkojsh ti flasësh, edhe pse ndoshta nuk mund ta kthej situatën e mëparshme, po spaku mes teje dhe atij mos çndron një djall, një shejtan i cili do t'ua
Allah thellon ndarjen, po çu thot pejgamberi alayhis salam, cili është njeriu më i mirë kur dy janë të hidhur? Ai i cili shkon i flet i pari. A di pse i pari? Se është e rëndë ti flasësh diku i pari përderisa je i hidhur. Po për këtë arsye je më i miri. Ne po dëshirojmë të jemi më të mirët në Ramazan, në jetën tonë, punën tonë, po nuk dëshirojmë ta themi egon tonë. Po s'mundesh kështu. Duhet ta ulsh krenarin tënde, duhet ta ulsh egon tënde, duhet ti ulsh atë epshin tënd që ndoshta nuk të lejon për të fol dikujt, ti duhesh me shku mi fol, nëse dëshiron me qenë më i miri. Me pasqin let me qenë gjithë më i miri, atëherë gjithë njerëzit kishin qenë më të mirët. Po është rënd me qenë më i miri për këtë arsye, rënd është me thi egon dhe atë krenarin tënde që e ke. E për këtë arsye, ata të cilët nuk flasin me familjarët e tyre, harami ju qoftë, ajo të cilën e bëjnë përderisa harami ju qoftë gjithçka që e bëjnë derisa nuk i flasin familjarëve të tyre. Haram të qoftë edhe jeta yte, nëse ti jeton jetën tënde dhe nuk je i mirë me askën të familjes tënde. Nuk është e lehtë të jetosh jetën tënde, se çdo njeri ka dëshirë ta dojë dikush. Çdo njeri ka dëshirë që ta dojë dikant. Ne nuk jemi krijuar për ta urrejtur njëri tjetrin. Ne jemi krijuar për ta dashur, për ta mikprit, për ta respektuar, për ta nderuar njëri tjetrin. Edhe në këtë frym kur e kuptoni dashur Tiran, kur ta kuptosh në këtë frym, automatikisht do ta kuptosh se Ramazani ka ndryshuar ty. Nëse të takon nata e Kadrit me kaq shumë shpërblime, nëse të takon nata e Kadrit me kaq shumë mirësi që ti ke përmirësuar veten tënde, pasha madhrinë atij i cili përsëri them ka krijuar qiellin dhe tokën, rahmeti i Zotit do zbret mbi ty. Kjo është e pamundur që nëse ti fal njerëz që Zoti mos më të fal ty. Wallahu yuridu an yatuba aleikum. Allahu azza wa jalla dëshironi që ju të pendoheni dhe të kërkoni falje që Allahu t'ua pranon pendimin juve. Shumë mesazh i bukur dhe faleminderit shumë që ma dhe këtë përgjigje, se shumë e nevojshme për shoqërinë tonë. Sepse të paktën ne që merremi me punën e gazetarisë i dim shumë bukur hallet, po edhe ju që jeni hoxhi dini shumë më mirë hallet e qytetarëve. Pyetja që dua të bëj tani është kjo. Ka njerëz që fatkeqësisht xhamin e vizitojnë gjatë muajit të Ramazanit vetëm në natën e Kadrit. Gjatë gjithë muajit ai nuk falet, vetëm agjeron, por nuk shkon fare në xhami. Dhe natën e Kadrit ka vendosur sepse thot sonte është natë e madhe, sonte është natë e shenjtë, unë do të shkoj të falem. I falen mëkatet atij njeriu? Shikoj Tiran. Allahu azza wa jalla në një ajet kuranor thot: "Udkhulu fi silmi kafa." Hyni në fe totalisht. Unë e kuptoj çastin tënde se kemi në mesin tonë kësi njerëz që vetëm natën e Kadrit falen. Edhe njohim si njerëz. Çfarë duhet bëjmë me këta njerëz? Këtyre njerëzve, realisht, Allahu azza wa jalla, nëse ua pranon edhe ua fal mëkatet, ata njerëz prej natës së Kadrit do të fillojnë çdo ditë falen. Nuk mundet që ty Zoti me t'i fal mëkatet edhe ti përsëri ta vazhdosh avazin e vjetër. Nuk mundet që Zoti ty me ta pranue pendimin tënd, faljen tënd dhe namazin tënd që e bën natën e Kadrit, dhe në fund pastaj ti përsëri prej ditës së nesërme të vazhdosh duke pi alkool, duke bërë vepra të shëmtuara. Nuk mundesh. Kjo është e pamundur. Nëse ti vazhdon duke i bërë vepra të këqija, është një ajet kuranor që dëshmon këtë që po flasun. Allahu azza wa jalla thotë në Kur'an: وحبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان. Allahu azza wa jalla me këtë ajet po do me tregue se atë pranohen veprat e tua, pranohet agjerimit, pranohet nata e Kadrit që ke bë adhurim. Thot Allahu azza wa jalla, nëse dëshiron ta dish sa tu kanë pranuar veprat e tua, pyete veten tënde, a ke filluar më shumë me dash namazin? A ke filluar më shumë me dash punë të mira? A ja ka nis me të ardh gërdi me plot kuptimin e fjalës prej veprave të shëmtuara? A ja ka nis me të ardh gërdi prej gjunahut që ti e bën vazhdimisht? Nëse ti ke nismi dash punë të mira dhe ke nismi urrejt veprat e këqija, kjo është shenjë që Zoti ta ka pranuar pendimin tënd. Ne nuk i themi askujt mos hajde ti i cili je musliman sezonal, jo i nderuar, vetëm me një natë Zoti mundet me ta ndryshojë jetën. Edhe ti falu, edhe ti pendohu, se po ta pranoj Zoti pendimin, po ta pranoj faljen tënde Zoti jot, po të pranoj mëshirën e tij, pasha atë i cili të ka kriju ti Zoti do ta bën ty që ti nga ajo ditë dalësh njeriu më i lumtur, dhe kur ta kuptoj se lumturia ka ardhur nga Zoti, si shenjë falënderimi ti do të falesh për Zotin, do të adhurosh Zotin dhe do t'i bësh punë të mira ditë për ditë. Nuk mundet që Zoti me ta pranu adhurimin tënd. Nuk mundet që Zoti natën e Kadrit me ta shënu emrin tënd nga lista e xhenemlive në listën e xhenetlive, pasi që pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, çdo natë vjen një thirrës dhe Allahu azza wa jall çdo natë njerëz nga lista e xhenemlive që ndoshta emri jon ende është në listën e xhenemlive,
Allahu i merr dhe i shënon në listën e xhenetlive. Po ku ka më bukur se në një natë caktuar ti të bësh dua dhe Zoti ta pranon lutjen tënde nga lista e xhenemlive, dilësh në listën e xhenetlive dhe automatikisht ti prej asaj dite ende je gjallë këtë tokë, ndërsa Allahu ta ka garantuar xhenetin botën tjetër. Nëse ta garanton këtë botë Allahu xhenetin dhe nëse ti fal mëkatet, nuk ka gjasa teorike dhe praktike që ti pas Ramazanit të vazhdosh me mëkatet e mëdha, sepse mëkatet e vogla asnjë nuk kemi të përjashtuar, por nga mëkatet e mëdha do të jesh i mbrojtur dhe do të ruash veten tënde pasi që Allahu Azza wa Jall ta ka pranuar natën e Kadrit. Në këtë natë thuhet që shkruhet fati jon, që shkruhet fati jon për një vit. A do të jetojmë apo do të ndrojmë jetë? Si qëndron kjo? Ma shpjegon dot? Po. Çështja e kaderit është një çështje problematike kadas dhe kaderit dhe kërkon shumë parakushte për të kuptuar disa mekanizma, po kisha dashur që ta jap një shpjegim pak më thjeshtë që ta kuptojmë më qartë. Nata e Kadrit, do të thonë, Allahu Azza wa Jall i ka dy lloj, do të thonë, të caktimeve. Ajo që është në Lauhil Mahfudh, në pllakën e ruajtur tek Allahu, atje asgjë nuk ndryshon, as lutja jote, asgjë. Po Allahu Azza wa Jall e ka lënë që një pjesë tjetër që fati njerëzve, do të thonë të mirat e njerëzve apo sprova që do të vinë në jetë, atyre do t'ju ndodhin brenda një viti. Për shembull, tani zbresin me laçet dhe Allahu Azza wa Jall natën e Kadrit do ta bën që për çdo njërin prej neve do t'i caktohet se a do të ketë sprova gjatë vitit deri në Ramazanin tjetër, deri në natën e Kadrit tjetër, a do të ketë mirësi, a do të ketë bekime, a do të ketë disa punë që i bën njëri vazhdimisht, a do të ketë jetë që ta takon përsëri natën e Kadrit. Do të thonë Allahu Azza wa Jall i zbret këto. E a mund ndryshon këto të cilët nuk janë jashtë Lauhil Mahfudhit, pllakës së ruajtur, po këto tjera që Allahu Azza wa Jall u jep me laçeve? Disa dietar thonë që mund ta ndryshon lutja, siç thot pejgamberi alayhis salam, lutja e ndryshon edhe caktimin. Për shembull, Allahu Azza wa Jall e ka përcaktuar për ty që mbas Ramazanit ta kesh një sprovë shumë të madhe. Po ti gjatë Ramazanit je lutur shumë dhe i ke kërkuar Allahut vazhdimisht, o Zoti i plotfuqishëm, o ti i cili ndryshon fatin e njerëzve, nëse ke bërë plan që mua të më ndodh ndonjë sprovë e madhe për hir të kësaj lutjes që po të kërkoj ty, o Zoti i madhreshëm, ma mundso që të largohet kjo sprovë, Zoti mundet që sprovën tënde apo fatkeqësinë që ka pasur të ndodh, Allahu të ta largon për një periudhë caktuar. Apo një anë tjetër, nëse Allahu Azza wa Jall e ka përcaktuar që mos të jep shumë mirësi gjatë vitit të ardhshëm që është duke ardhur, me lutjen tënde që ti e bën vazhdimisht, Allahu Azza wa Jall e bën lutjen tënde shkaktare që ty me tu ndryshu. Para mendoni të ndryshohet automatikisht fati jot që ti nuk ke pasur fat, që të kesh mirësi nga Allahu, lutja jote në këtë ditë Ramazanit dhe këto në Ramazanit, Allahu do ta bën që ti të kesh fat më tepër në jetën tënde në vitin që do të vjen, që përcaktohet pikërisht natën e Kadrit. Shoqëria jonë në përditshmëri, domethënë dëgjojmë raste të tmerrshme. Dhe realisht këtu në Shkup unë dua t'ju përgëzoj të gjithë xhallarëve, sepse shikoj që keni frymuar shoqërinë që të vizitojnë xhamin, të falen, të dëgjojnë ligjëratat dhe sot pata fatin sinqerisht të jem pjesë e një ligjëratës tuaj që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Kishit përzgjedhur që në këtë xhirim që bëjmë ne të flisni për mysafirin, një traditë fatkeqësisht e humbur në shoqëri. Sa janë të pranueshme iftaret që ne i japim ndaj njëri tjetrit, iftare që ne domethënë i kalojmë me të dashurit tan, me halla, me teze, me xhaxhallar, me miq, me shoqëri, që realisht në shoqërinë tonë, domethënë moshat e reja sot, fatkeqësisht ka humbur. Çfarë vlere ka kjo, domethënë këto iftare që ne i japim gjatë gjithë muajit në këtë natë të shenjtë? Para mendone, sikur ti e fton minxhën tën, xhallarët e tu, hallat e tua, tezet e tua në iftar të ty. Dhe hallat e tua, tezet e tua, xhallarët e tu, brenda asaj dite kanë bërë shumë adhurim Zotit. Në moment kur vinte ty dhe ti ke shtuar sofrën e iftarit dhe i ke thirrur si mysafir dhe ata hajnë nga ushqimet që ti ke përgatitur, Allahu Azza wa Jall për atë i cili e shtron sofrën e iftarit, do të thonë këtë rast ti je ai ftuesi, Allahu gjitha shpërblimet atyre që i kanë bërë do t'i jep edhe ty pa ja paksuar atyre as pak. Ky është hadith profetik cilin pejgamberi alayhis salam e tregon se nëse e fton një agjërues dhe i jep iftar, do ta kesh gjithë shpërblimin që ai ka bërë brenda ditës së tij dhe automatikisht atij nuk i paksohet asgjë, po ty
dështohen sevapi. Ne jemi sot më nevojli dhe ne sot jemi më kërkues të sevapit se sa po do të thonë të parës që mund ta kërkojë njeriu vazhdimisht. Nuk është i dështuar ai njeri i cili është fukaran në xhepin e tij. I dështuar është ai njeri i cili nuk e ka asnjë vepër dhe asnjë sevap në jetën e tij. Sevapi ty ta fiton xhenetin e Zotit, ndërsa parja mund edhe të ta humbë xhenetin e Zotit. Ne nuk themi mos fitoni para. Ne nuk themi mos u bëni biznesmena të suksesshëm. Përkundrazi, ti bëhu ajo dora që do japësh vazhdimisht, por mos jetë koncentrimi jot i plot çdo herë vetëm për dunjan, por le të jetë koncentrimi jot edhe për ahiretin. E ku ka më mirë që besimtari mund të bashkohet dhe mund, do të thonë, të bashkohet me familjen e tij për çfarë? Për ta gëzuar Zotin, me një anë tjetër për ta ushqyer një agjërues dhe në fund për ta fituar edhe shpërblimin e Allahut Azza wa Jall në këtë botë edhe shpërblimin e Allahut Azza wa Jall në botën tjetër. I nderuar hoç, do ta bëj një pyetje dhe dua përgjigjen tënde se sinqerisht mua personalisht më pëlqen shumë edhe të ndjek, jam ndjek të gjitha ligjëratat e tua, domethënë je shumë i sakt, je shumë i qartë, sidomos për shoqërinë e ditës së sotme, në ditët ku ne jetojmë. Mendoj që nuk e di, ndoshta e ke ndirë që kemi nevojë për njeriu tënd dhe ke ardhur pikërisht në kohët e sotme. Tani më thuaj, a është më e vlefshme të qash nga pendimi në heshtje apo të qëndrosh gjithë natën në xhami por pa përqendrim? Pendimi në heshtje është një punë e madhe. Do thonë pendesa njeriu automatikisht, do thonë e rikthen në origjinalitet. Kur ti pendohesh, kthehesh ai i cili ishte para se ta bëj gabimin. Do thonë, nëse qëndron në xhami i pa koncentruar, i pa përqendruar, çfarë vlerë ka? Do thonë, ne duhet t'i bëjmë gjitha punët tona me një vlerë shumë të madhe dhe duhet t'i bëjmë gjitha punët tona me një koncentrim shumë të madh, pasi që kjo neve automatikisht na kthen ashtu siç ishim. Realisht pendimi, do thonë pendesa që e bën ti qoftë për ndonjë gabim që e ke bërë, qoftë për ndonjë mëkat që e ke bërë, qoftë çfarë dush gabimi që ke bërë në jetën tënde në momentin kur ti pendohesh, pasi që pejgamberi alayhis salam thotë, edhe pishmanllëku kur i be pishman, edhe pse nuk e shpreh, thotë është një lloj pendimit. Andaj kjo e para që ne potencojmë. Gjatë muajit të Ramazanit kemi parë shumë qytetarë të dashur që agjërojnë, por e kanë problem këtë pjesën e agjërimit, domethënë e përjetojnë shumë nervoz, grinden pothuajse me çdo njeri që u del përpara. Si komentohen këto në fenë islame? Nëse agjërimi jot nuk të bën më të butë, hala se ke kuptuar esencën e agjërimit. Nëse agjërimi jot, domethënë ty të bën më tip nervoz, ty të bën njeri më të ashpër me njerëzit, atëherë ti ke keq interpretuar adhurimin se për çfarë arsye ka ardhur agjërimi tek ti. Pejgamberi alayhis salam thotë, nëse vjen ndokush dhe ju fyen apo ka transmetime tjera që ndoshta edhe ju thot fjalët më të rënda, çfarë duhet i thosh ti? Paqe, siguri, unë jam agjërues. Më fal, unë jam agjërues. Nuk guxon besimtarin Ramazan ti shtot nervoza e tij. Nëse ti jashtë Ramazanit, pasi që disa njerëz i thonë më ka zon Ramazani. Nëse të zë Ramazani është puna më e mirë, ty të ka zon shejtani vetvetes tënde, sepse mund thua shejtani është i mbyllur. Po ti ndoshta shejtanët që i kanë mbyllur Zoti janë mbyllur, po ndoshta ti je vetë shejtan formë njeriu, që njerëzve u shkakton lëndime, njerëzve ju shkakton trazira, njerëzve ju shkakton atë cilën nuk duhet t'ia bësh asnjëherë në jetë. E posaçërisht në Ramazan, nuk duhet të jemi asesi njerëz të ashpër. Dhe Islami ka një kritik të ashpër dhe të hapur për ata të cilët vazhdimisht jetën e tyre e kanë të nervozuar, vazhdimisht jetën e tyre e kanë me ashpërsi të teksuar, e për këtë arsye Ramazani ty duhet me të zbut, ty duhet me të bëj më të butë, e jo e kundërta që jashtë Ramazanit ti je i butë, ndërsa në Ramazan ti je krejt kontra dhe këtë e kundërta e asaj që ti je jashtë Ramazanit. Për këtë arsye Ramazani duhet të jetë për ty një butësi që ta mishrosh veten tënde dhe jo e kundërta një ashpërsi që e reflekton veprat e tua dhe gestikulimet e tua. Kam shkëputur një ajet kuranor, konkretisht nga kaptina Zumer, që dua të ma shpjegosh më në mënyrë të detajuar. Ajeti thot kështu: O robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ç'nën kupton ky ajet? Sa bukur e ka filluar Allahu Azza wa Jall ajetin kuranor. O ju robrit e mi. Allahu nuk ka folur o ju të cilët keni besuar, se ka shumë ajete. Allahu Azza wa Jall këtë kontekst drejtohet o ju robrit e mi me një kontekst universal për gjithë njerëzit. Dhe ju drejtohet ju të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me mëkate, e keni lodhur shpirtin tuaj me mëkate, e keni raskapitur trupin tuaj me gjunahe. Njeriu realisht e raskapit trupin e tij dhe e lodh shumë me gjunahe.
Edhe ky ajet kuranor drejtohet se Allahu azza wa jall e din realitetin. Edhe në moment kur njëri mendon se mo askush s'mund t'ia zgjidhë problemet, vjen pjesa ku thot Allahu azza wa jall wala taqnatu min rahmatillah. Mos e humb kur asesi, mos të shkoje mendja, kjo kontekst në gjuhën arabe kur përkthehet është që as mendja mos shkoje, jo goja ta thoje, mos e humb asesi, do të thonë shpresën tënde në mëshirën e Allahut, se Allahu ka me t'i fal krejt mëkatet, sikur mëkatet e tua t'jenë sa kur shkuma e detit. Në një hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam thotë, nëse mëkatet e tua nga toka e deri në qiell arrin, që kjo është e pamundur, thotë Allahu azza wa jall, momentin kur robi më kërkon falje, thotë unë do t'ja fal mëkatet. Unë për këtë emision dua ta jep një hadith apostafat për ata të cilët e kanë garkuar dhe janë duke jetuar në detin e pesimizmit, në detin e dëshpërimit madh prej gjunaheve të shumta që e kanë bërë. Thotë Allahu azza wa jall nëpërmjet pejgamberit alayhis salatu wasalam, kur robi do të jetë në ditën e gjykimit. Subhanallahu, Zoti na lehtësoft çndrimin në ditën e gjykimit. Do të jemi para Allahut madhreshëm ditën e gjykimit që nuk ka krijesë e quajtur njeri që s'do të qëndron para Allahut, dhe në moment vjen momenti yt që të llogaritesh para Allahut azza wa jall. Dhe ti e di vetën tënde se ki bëu shumë mëkate. Ki bëu mëkate, ndërsa për veprat e mira asnjë vepër e mirë s'shkon mend. Dhe në këtë moment Allahu azza wa jall i obligon me laçet që ti marrin veprat e tua edhe ti bin kanarin peshore në Allahut azza wa jall. Dhe në moment vin gjitha mëkatet e tua, saqë ka transmetime të shumta se thuhet që edhe me miliona gjunahe janë në veprat e këqija që i ke bërë ty. Dhe Allahu azza wa jall kur i sheh gjitha ato, pasi mbarojnë gjitha mëkatet e tua, i pyet me laçet, thotë: a ka ndonjë vepër të mirë? Robi në këtë moment thotë: o Zot, po çfarë më duhet, një vepër e mirë apo dy vepra të mira, kur miliona gjunahe kam në këtë moment? Allahu thotë: sot është dita e drejtësisë dhe çdo njeri do ta merr atë që ka vepruar. Dhe me laçet shkojnë dhe hulumtojnë dhe e shohin një letër njoftim i thjesht që në atë shkruan: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dëshmi se nuk ka Zot tjetër pos Allahu që meriton të adurohet dhe se Muhamedi alayhis salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Dhe Allahu azza wa jall e merr dhe e le la ilaha illallah atë letër njoftimin në peshorën e veprave të mira, kur në momentin duke rra letër njoftimi, gjitha veprat e këqija shkojnë lart. Çfarë bie ky hadith? Me këtë Allahu azza wa jall na stimulon që edhe për skaj qindra e mia mëkate që i kemi bë, vazhdo duke bë punë të mira. Mos e lë namazin asnjëherë. Edhe nëse të ka kapluar mëkatet më të mëdha të kësaj botës, mos e lë adhurimin ndaj Allahut dhe pendimin tek Allahu azza wa jall, sepse mundet që Allahu me pendimin e tij me t'i fal gjitha mëkatet dhe asgjë kjo s'kushton për Allahun azza wa jall. Por kjo nuk duhet të jetë për ty shembull që unë të mëkatoj vazhdimisht që pastaj të bëj punë të mira, sepse as unë as ti nuk e di momentin se kur do vdesim. Ndoshta Zoti mund të na merr shpirtin duke duke vepruar ndonjë vepër të keqe, si do të vdesim, kema ta'ishun tamutun wa kama tamutun tub'athun, në momentin se çysh jeton ti jetën tënde, ki me vdek. Jeton non stop me mëkate, ki me vdek me mëkate. E nëse do të thonë vdes me mëkate, ashtu do të ringjallesh te Allahu me mëkate. Zoti na mundsof neve që të jetojmë me vepra të mira dhe të vdesim me vepra të mira, dhe në momentin kur të vdesim me vepra të mira, të ngjallemi dhe të ringjallemi tek Allahu me vepra të mira dhe me veprat e tona të mira dhe me mëshirën e Allahut, pasi që besimtari vetëm me veprat e mira nuk mund ta fiton xhenetin, po Allahu nga mëshira e tij e ka bërë që me veprat e tua të mira që ti i bën vazhdimisht dhe me mëshirën e tij, kur bashkon këto dy komponente, automatikisht ti do të fitosh edhe xhenetin e Allahut azza wa jall. Ne lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall mos ta nxjerr nga ky muaj vetëm se e kemi fituar xhenetin e tij. Jemi në muajin e shenjtë tani për fund, pasi ta mbyllim emisionin për këtë natë, këto 10 net në fakt të bekuara që Zoti na i ka fal, xhelozia, urrëtia, mlefi, inati, që fatkeqësisht na çojnë deri tek vrasjet. No, kjo është shumë rëndë. Xhelozia, me pa xhelozia është send i mirë, xhelozi për ka e mira, por me pa zili është shumë e keqe. A di çfarë është zilia? Zilia është që nëse ke diçka ti të mirë, unë du me do e mos që ta marr ty atë ta kem unë. Po nëse nuk munden ta marr unë atë që e ke ti, du ta shkatroj atë që mos ta kesh as ti as unë. Allahu azza wa jall në ajetin kuranore flet, kur ty të bëhet ndonjë e mirë, aty ju plas zemra. Xhelozat, ziliqart, ti në shtratin tënd flen shumë i qetë. Ai i cili ta ka zili
qëndron profilin tënd, shikon të përcjell, është fansi yt më i përvetuar dhe në këtë moment suksesi jot atë e vret. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall dëshiron me shëru zilin atyre të cilët kanë zili të madhe tek njerëzit, duke na përkujtuar se ne do të japim llogari për veprat e tona në ditën e gjykimit. Dhe mos haro, zilia, xhelozia e madhe dhe e tepër që e ke në shpirtin tënd, i djeg veprat e tua që i ke, i djeg veprat e tua që do të thonë të mira që i ke, ashtu siç i djeg zjarri drut që ti i fut brenda një momenti kur ti dëshiron të djegësh disa drut. Për këtë arsye, mos i djeg veprat e tua duke pasur zili për njëri tjetrin. Dëshiroje me të mira njëri tjetrin, bënu me njëri lojal për njëri tjetrin, bënu me prej atyre të cilët kur ja dëshiron dikujt të mirën, Allahu Azza wa Jall e shes sinqeritetin tënd dhe me mëshirën e tij edhe ti do të japësh sukses. Ndërsa njerëzit ziliçar, njerëzit xheloza, në momentin kur dëshirojnë të shkatrojnë njerëzit, ti dëshiron ta shkatrosh dikënd, Allahu Azza wa Jall do të shkatrojë edhe ty dhe asnjë sukses do ta kesh në jetën tënde. Si rezultat që disa njerëz kanë sukses në jetën e tyre, është se ata u adojnë shumë të mira njerëzve dhe si rezultat që disa njerëz mundohen me mishë me shpirt që të kenë sukses, është se ata kanë zili të madhe dhe Allahu nuk ka sjell suksesin, sepse wama taufiki, suksesi nuk vjen vetëm se prej Allahut Azza wa Jall. Dhe ne duhet ta kuptojmë se s'duhet kemi zili. Ne duhet kemi xhelozi në aspektin e mirë që nëse ka një vepër të mirë ta bëj edhe unë, po ja shkatruar palës tjetër. Po jo që mos ta ketë ai, vetëm unë ta kem. Kjo është ajo të cilën nuk e dëshiron Allahu Azza wa Jall. Tani për fund isha lutur shumë, cili është mesazhi në këtë 10 netësh të fundit që ju si hoxh do t'ja jepni të gjithë publikut tim dhe shikuesve tanë? Mesazhin të cilin kisha dashur të t'ua them juve personalisht dhe gjithë atyre të cilët na ndjekin, e kisha thënë me sinqeritetin më të madh. Çfarëdo që keni bërë në jetën tuaj, ktheuni tek Zoti. Zoti ju mirëpret me çfarëdo vepra që keni pasur. Andaj, mos e haro Zotin tënd vetmi, sepse Allahu Azza wa Jall nuk do të haron kur ti je mos nxorti në jetën tënde. Mos bëni gjunahe vetmi, sepse Allahu Azza wa Jall mund t'u shkatron gjitha veprat e juaja që i keni vazhdimisht. Andaj, ki frikë Allahun, siç i ka thënë pejgamberi alayhis salam Abdullah ibn Abbasit, ruaje Zotin tënd nëse dëshiron Zoti me trujt ty. Andaj ne i themi të shikuesve tuaj dhe atyre të cilët e ndjekin misionin tuaj, ruani Zotin tuaj dhe kthehuni tek Zoti juaj pavarësisht çdo sprove, çdo problemi, çdo mëkati që keni bërë në jetën tuaj, sepse do të pranoheni me një pranim me mëshirë, se ashtu Allahu Azza wa Jall i pranon robërit e tij, të cilët pendohen dhe kthehen me pendesë tek ai. Ky është mesazh shumë i bukur. Unë të falenderoj shumë që na pranove në xhamin tuaj. Jam shumë i lumtur dhe uroj me zemër që këto mesazhe të bukura, këto tema të cilet ne i folëm, që realisht është shumë pak minutazhi që ne kemi në dispozicion për t'ju treguar opinionin, sepse unë e di që me hoxhallar si ju minutat ikin shumë shpejt dhe kjo është ajo mirësia e Zotit. Uroj gjithmonë të kesh këtë fuqi, uroj gjithmonë që të jesh pranë qytetarëve, që ne të kalojmë ditë të bukura dhe sa më shumë dashuri me njëri tjetrit. Zotit bekoj, faleminderit edhe një herë, e dash Zotit që jemi për të mira gjithmonë. Respekt. Respekt. E pra të dashur shikues, ne këtu do ta mbyllim sonte këtë edicion. Uroj që të keni marrë më të mirën e kësaj që ne transmetuam. Mesazhi im i fundit është uroj që Zoti t'ju pranon lutjet tuaja në këto 10 net të fundit dhe shumë të begata të natës së Kadrit që ne mundohemi në fakt ta gjejmë, dhe uroj me shpresën që të jemi zemërgjër, të jemi shpirt më dhënë, ta duam njëri tjetrin, sepse duke dashur njëri tjetrin, shoqëria jonë ngrihet në piedestalin ku ne duam të shkojmë. Takojmë edicionin e radhës, qëndroni me ne, na ndiqni subscribe në të gjitha platformat tona digjitale.